Fundja dhe është relative, a e quajmë interes a ju. Me rëndësi, gjyshi dhe gjyshja janë me fëmi. Si qka teshe, a jetu i shfrytzu për interes, ndoshta edhe si ju interesan heq. Prindve, se unë për shembull që përmend i vogli, unë jam i vogli. Jemi 8 fëmijë, po jam i vogli. Edhe jetoj me prindrit. Faktikisht, baba më ka vdekë që 3 vjetë e gjysë, tash jam veç me nanën, grunë edhe 2 fëmijë. Edhe e kemi një jetë shumë të mirë, nuk u diskutuaj e punë kur. Bravo. Unë për shembull, vajzën e pata dërgu veç 2 muaj në Qerdhe, edhe nuk e kam qu masë Qerdhe këtu, se unë këtu jetoj në Shkabaj, nuk kemi, tani vështirësi i transport e krejt, gjitha këtu tani lidhen që thash ma herët, ki nevojë, e ceki shumë mirë edhe Albana që e ka një nevojën për prind. Po, njëjtë. Jashtëzakonisht shumë. Djalin për shembull kur kam dashur me dërgu në Qerdhe, nana u ka në fort atëherë se tash është e paralizuar. Më ka thonë që nëse e dërgon djalin në Qerdhe, për mua është një si me vrau. Mos më jep fëmijën prej shtëpie, domethënë edhe fëmia shumë të lidhën me ta. Po edhe të dajtë e kanë vetë gjyshën se vetë ceke a duhet, po temën e ke lanë me prindre burrit, se ke lanë të gruas. Me pat lanë grus, ka pas tema shumë. As vetë së ndel prej kësaj, se nuk u shku burrit e gruja, rrallë ka. Po, tash veç këta djenë që më martohen jashtë. Se me pasit keqe edhe nëse shkon burrit e prindrit e grua. Sepse edhe prindrit e grua mund të kenë nevojën për kujdes, sepse ka ndoshta familje prej atyre që kanë veç një vajzë. Nuk kanë fare djallën shpe. Edhe normalisht shumë e vështirë. Pse tek ne është shumë e vështirë, që bëhet Linda, pse tek ne është shumë e vështirë që një burr të shkojë të sakrifikojë ndoshta për prindrit e gruas, e nuk e shohim si vështirë një grua që sakrifikon për prindrit e burrit. Amo ka dhe si raste. Ka tepër trolla që mundesh me i numru në gishta që thojnë në populloshe. Unë një njeri që jeton gruja, nana e grus me të. Ka shumë vite, nuk e di a ka fëmijë tjera, nuk e di, po tash na e kena mri që traditje për me në martesën, me na pa trasu neve që me shku burrit e gruja, kështu vazhdu edhe na. Po e kena mri që shtu, edhe pe vazhdojmë shtu, po na duke që është mirë marë,